Pas eksperimentit në 2015, mazhoranca ka vendosur sërish të trazoj pushtetin vendor, duke prezantuar 4 skenarët e hartës territoriale. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s në Pallatin e Brigadave, bashkëkryetari i reformës territoriale Arbian Mazniku ka prezantuar para mazhorancës 4 variante të hartës territoriale që janë në diskutime. Versionet janë nga shkrirja e bashkive të vogla me ato të mëdha, tek ruajtja e atyre ekzistuese e deri tek konsolidimi i bashkive të vogla. Varianti i parë, konsolidimi funksional. Bashkitë e vogla bashkohen me fqinjet më të forta, qarqet mbeten si nivel koordinues. Avantazhi, zbatimi shpejt me kosto të ulët politike dhe pandryshim kushtetues. Rreziku, mungon niveli strategjik ndërbashkiak dhe përputhja me kërkesat e BE-s mbetet e kufizuar. Varianti 2, konsolidimi dhe decentralizimi. Bashkitë të mëdha në shkallën e ish rretheve si nivel ekzekutiv kryesor, ndërsa ish bashkitë aktuale marrin statusin e qytetit me kryetar e këshill të zgjedhur drejt për drejt. Avantazhi, 2 nivele me legitimitet demokratik të dyfisht dhe efikasitet i lartë në shërbimet komplekse. Rreziku, konsolidimi kërkon ndryshim të madh kufish dhe transferim masiv të stafit, aseteve dhe sistemeve. Varianti i tretë, forcimi i qarkut. Ruhen të gjitha bashkitë dhe qarqet, por qarku transformohet nga nivel koordinues në nivel ekzekutiv real me zgjedhje të drejt për drejt. Funksionet ndahen sipas natyrës së tyre, jo sipas madhësisë së bashkisë. Avantazhi, nuk ndryshon asnjë kufi, shmang tensioni territorial dhe ka precedent të fortë europian. Rreziku, kapacitetet aktuale të qarqeve janë shumë të ulta dhe ekziston rreziku që qarku të jetë më i dobët se bashkia që zëvendëson. Varianti i katërt, rajonet strategjike. Bashkitë shumë të vogla konsolidohen lehtësisht, qarqet thjeshtësohen dhe shtohen 4 rajon strategjik për planifikimin afatgjat, infrastrukturën e rëndësishme dhe fondet e BE-s. Avantazhi, përputhja më e lartë me kërkesat NUTS 2 të BE-s dhe kapacitet për projekte madhore. Rreziku, 3 nivele e qeverisje rrisin burokracinë, ndërsa rajonet e reja kanë legjitimitet të dobët demokratik për shkak të zgjedhjes së tërthort. Asnjë skenar nuk u prezantua si zgjedhja përfundimtare. Grupit ju shpjegua se procesi kalon nëpër konsultime publike, dëgjesa në territor dhe dokument politik para se të arrihet tek paketa ligjore.